Cila është kategoria e produkteve që preken nga ky ligj dhe kategoria e prodhuesve që preken nga ky ligj? Tani, aktualisht kemi vetëm 5 rryma që trajtohen nga ky ligj, por gjatë konsultimit publik, Qeveria shqiptare ka bërë të ditur që lista nuk është shteruese. Lista mund të pasurohet me rrymë të tjera mbetjesh. Aktualisht kemi 5 rryma, siç thash, dhe janë ambalazhet dhe mbetjet e tyre, automjetet në fund të jetës, vajrat e përdorura, pajisjet elektronike dhe elektrike dhe bateritë dhe akumulatorët. Po ta vini re, këto rryma mbetjesh janë pjesë përbërëse e çdo produkti apo të mire që ne përdorim në përditshmërinë tonë. Pra, thënë thjesht, ambalazhet janë si shisha e qelçit që mban ujin apo një lëng frutash. Ambalazhi është paketimi i një lodre të cilën ne e blejmë në një dyqan. Pra, të gjitha këto produkte që në fund të ciklit të jetës tyre prodhojnë mbetje, janë objekti këtij ligji. Andaj dhe gama e subjekteve të prekura, operatorëve ekonomik të prekur, nga ky ligj është tërësisht e gjerë.